Betejë jonë e parë dhe e rëndësishme është betejë me veten tonë. Çka nuk kupton ta luftosh veten tonë? Nëse është pak absurde njeriu me luftu vetveten. Të luftosh anët e errta, të luftosh egon, të luftosh atë epshin e brendshëm I cili nuk vepron me udhëzimet e arsyes, nuk vepron I ndriçuar nga udhëzimet e besimit, por vepron nga teket, nga kërkesat, nga joshet e përkohshme, që shpeshherë mund të jenë me pasoja të rënda, me pasoja të dëmshme për njeriu. Andaj duhet me luftu këtë epsh. Deri në çfarë masi me luftu këtë epsh? Jo për me shkatërru, jo për me eliminu, por për me fuet nën kontroll, për me fuet nën sundimin e zemrës, atje ku është besimi, atje ku është arsyeja dhe logjika e njeriu. Kjo është betejë jonë. Do të ta përdorim epshin, por sipas vlerave që besojmë në to, sipas udhëzimeve që kemi besuar në to, sipas kufeve që I përcakton besimi jonë. Kështu ta shfrytëzojmë epshin. E jo që ai të kalon, domethënë kufit dhe ai të na dominon, ai të na udhëheq, e atë që e udhëheq epshi padyshim se ka humbur. Allahu xhallahu ala në Kur'an flet për këtë betejë, sikur që e kemi përmend. Betohet Allahu xhallahu ala në shumë krijesat e tij për të na treguar në fund një realitet. Në surën e Shams, sikur që kemi thënë, Allahu te barekuta betohet në diellin, në tokën, në hanën, në qiellin, në kështu me radhë, në natën, në ditën, në krijesa madhështore. Për çfarë Allah betohet? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar dhe ka fituar ai që e ka pastruar. E ka humbur e ka dështuar ai që ka njollosur. Kjo është realisht tërjeta jonë. Betejë për ta pastruar veten, betejë për ta fisnikruar shpirtin ton, betejë për ta pastruar mendjen dhe zemrën ton, betejë për ta mbajtur në kontroll epshin ton. Kjo është betejë jonë. Dhe në bazë të kësaj betejë varet shpëtimi dhe humbja, dështimi dhe shpërblimi tek Allahu I manduar. Ndaj është betejë e rëndësishme që ne duhet që të interesohemi maksimalisht për të, shikues të nderuar.